Pjesëtar të policisë së Tetovës dje rreth orës 14 kanë kryer kontroll në një bastore sportive e cila gjendet në rrugën Blagoja Toska në Tetovë dhe kanë vërtetuar se punon ilegalisht, gjithsesi ka organizuar lojra të fatit pa dokumente. Pas kontrollit është ndaluar RD 28 vjeç nga Tetova, ndërsa janë gjetur dhe foto dokumentuar dhe me vërtetim janë marrë 4 televizor, 3 shtëpisa kompjuterike, 3 monitor, një printer, një aparat për gara me qen, një tastaturë dhe 5110 denar. I ndaluari RD është thirrur në sektorin për punë të brendshme në Tetovë, ku është biseduar me të dhe më vonë është lënë i lirë. Pas zbardhjes së plot të rastit dhe të gjitha detajeve tjera që ndërlidhen me rastin në fjalë, kundër pronarit të objektit dhe pajisjeve të marra do të pasojë padi adekuate. Mbrëm nga ora 19 deri më ora 21 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme në Tetovë kanë kryer një kontroll në një banesë dhe hapësirat ndihmëse të banesës pronë 50 vjeçarit ASH nga Tetova, e lokalizuar në rrugën Kiroristovski Dërnc. Në kontrollin që është realizuar me urdhëresë të gjykatës janë gjetur një qese plastike e cila brenda ka pasur një material pluhur ngjyrë kafeje të panjohur dhe një tjetër qese plastike e cila po ashtu brenda ka pasur material pluhur me ngjyrë të bardhë. Gjërat e gjetura në banesë janë fotodokumentuar dhe janë marrë për analizë përderisa ASH është arrestuar dhe pas bisedës me të është lënë i lirë, por shumë shpejt do të përballet me padi adekuate. Dje në periudhën kohore mes orës 13 dhe 21, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme në Tetovë, në bashkëpunim me policinë pyjore në obor për shtëpisë së 48 vjeçarit NF në lagjen Drenovec, kanë gjetur 10 deri në 12 kubik drunj të ahut pa dokumente për prejardhjen e tyre, ndërsa në oborin e fqinjit familjar i afërt i NF edhe 8 deri më 10 metra drunj, gjithashtu pa dokumenta, po ndërmerren masa dhe aktivitete për të zbuluar se si dhe nga kush dy tetovarët janë furnizuar me drunjt në fjalë.